Me që një komentuet cinik me emrin Angel Lapardhaja, po më thoshte, ore lëri këto, jo programi politike alternativa etj, shullafe, kot në ty, po sa jep ti? Ka ardhur pika ku ne diskutojmë sa jep çmimin e votës. Nuk do të parë kështu. Një unë po mendoj që sa i japun Angel Lapardhas edhe çdo shqiptari tjetër që e shikon në këtë forum. Unë i jap 17.000 euro. Po, vota jote, çdo vot vlen 17.000 euro. Pra ti mund të pranosh 50 euro nga Edi Rama, ndoshta 100, ndoshta 200, ndoshta 700, maksimumi 1000 për votën diaspor, por unë do të jap minimumin jetik 200 euro muaj për muaj. 200 euro muaj për muaj, për 48 muaj janë 9.600 euro, që ti do i kesh në xhep çdo muaj. Sepse ato 700 euro që do marrësh, apo 300 apo 200 që do marrë nga Edi Rama, ti do i prish brenda muajit. Dhe pastaj, për 48 muaj, 47 muaj të tjerë, do jesh i nënshtruar të kam të Edi Ramës. Do mallkosh vetëm për 47 muaj të tjerë. Do sa do të jap 200 euro muaj për muaj. 9.600 euro në 4 vjet. Shiko tash, 50 euro me 9.600 euro. Unë do të jap për karburantin, duke ulur me 50 lek për litër çmimin e naftës, do kesh minimalisht 70 euro muaj për muaj në xhep. Për 12 muaj bëjnë 840 euro. Për 4 vjet bëjnë 3.400 euro. 9.600 dhe 3.400 arritim në 13.000 euro. Unë do t'i jap për dritat minimalisht 13 euro muaj për muaj. Për 4 vjet bëjnë 600 euro. Unë do t'i jap të ushqimet 70 euro duke ulur çmimin e ushqimeve. Për 48 muaj bëjnë 3.400 euro. Llogarit e pak, 9.600 euro minimum jetik. Karburanti 3.400 euro. Dritat 600 euro. Ushqimet 3.400 euro. Pra në total 17.000 euro vlen vota jote. Në qoftë se ti nga Edi Rama mund të marrësh 20.000 euro apo 100.000 euro, mund të bësh biznes me Edi Ramën, por do të japi 50 euro. Ndërsa unë do të jap 17.000 euro. Tani është zgjidhja e këtyre. Do të jetosh, të kesh xhep për 4 vjet 17.000 euro plus e të jetosh me dinjitet, e të votosh i lirë, apo do të shesësh votën, të hash 2 javë bukë e pastaj të nuk po ta them çfarë do bësh. Po e kupton që ditë të zeza do vi për ty.